sot në stradë, ka këngëtarë që s'din me knu, po kanë emër më shumë se ata që din me knu. Puna e muzikës edhe këndimit edhe famës. Si e shikon ti, si ndihesh ti personalisht si këngëtar i mirëfillt, i studiuar, që ke zë, i njeh notat, e njeh muzikën, si ndihesh ti kur del një këngëtar me ato butonat për shembull, flasim për veten, futem në studio, s'di me knu, po ai boti mu me lu në ato sene të ma çon zonin nelt poshtë, ul tërthur, ka dushë çon, e ma ban një hit mu shumë fort, edhe unë me playback marr parë më shumë se sa ti. Ftohna më shumë se sa ti, e ti nuk vlerësohesh sa unë, edhe unë pse s'di me knu as për gjys teje. A di si, unë ndoj në disa pjesë këtë punën e muzikës, showbizit muzikës, e ndoj në disa pjesë, shembull. Ka pjesa që është për show, për biznes. Unë nuk jam në atë pjesë, jam për biznes. Pra, nuk je për komercial. Do me thonë, unë jam që e du muzikën, e kam shpirt, me thonë, edhe biznisin, ndoshta edhe nuk e njoh mjaftueshëm për me bon biznes. Ka si këngëtar që edhe ato janë për mi duar trokit, faktikisht, nuk janë për mi kritiku. Muzikën e don shumë? Po shumë. A don më shumë muzikën o gruan? Bashk? Ja, njënën. Cilën e zgjedh, sonte tash e vendosim, njënën kemi hek dorë. Po thua. Po sonte e vendosim për njënën kemi hek dorë. A hek dorë për i gruas apo për muzikës? Përfundimisht. Edhe do ta ketë gruaja. Le mos të më të futin se sikletë. Tani ne të mu përlo me gruan, thot jo, ti osa, jo s'ban. Le, mos të përçesh. Jo, s'është problem. Okej, që kur thonë gruan tash, mos më rrajnë. Jo, i moj të dy atë.